Përsëri jemi së bashku për një iftar tjetër tradicional. Si meny kryesore kam përgatitur sarma me lakër turshi në një përgatitje unike, fasol me suxhuk, buknore, supë të gatshme, si ëmbëlsirë kajmaqin, turshi me koskulluar, speca me hudhër dhe hurma. Besoj se kanë ju pëlqyer recetat kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen. Marrim një tigan dhe në të shtojmë 100 gram me gjallë. Dhe zjarrin dhe në temperaturë mesatare shkrijmë gjalpin plotësisht. Gjalpi është shkrier plotësisht, tash ja shtojna 2 qepë të bëra në blender, 2 qepë mesatare. Qepët ja japin një shije shumë të mirë sarmave. Tash i përgojna qepët mirë derisa të zbuten ato plotësisht. Kam përguar qepët derisa janë zbutur mirë. Tash ja shtojna orizin. Oriz gjithsej do shtoj 250 gram, cilën e kam pastruar, kam lënë mirë dhe e kam lënë që të kullohet për 2-3 orë. E shtoj kështu. Dhe përsëri masën e përzij kështu mirë. Mjaftueshëm kam përgu orizin dhe qepën, tash i largoj nga zjarri. Pasi kam largu masën nga zjarri, tash ja shtoj mishin. Mish do i shtoj 400 gram me mish të bluar. Unë gjatë gjithë muajit të Ramazanit kam përdor mish nga mishtoria Shtaqo, sepse mishi është aty me kualitet të lartë. Tash ja shtojna gjysmë tube me magdanos, cilën e kam coptu. Shtojna një vezë, një lugë gjelle me biber të kuq dhe një lugë gjelle me vegetë. Dhe tash masën e përzina mirë. Sa më shumë që të përzihet masa, aq më të mira do dalin sarmët. Pasi kam përzier harxhin apo mbushjen mirë, është bërë një masë trash që shumë lehtë ja japin formën sarmave. Tash marrim lakrën turshi. Unë këtu kam lakër turshi, fletat lakrës, të cilat i kam përgatitur vetë. Gjithë motrat që më shikojnë vazhdimisht e kanë parë këtë recetë. Tash marrim dhe ja largojmë këtë pjesën e fortë të koçanës. Kështu. Nga një fletë e madhe lakrës bëjmë 2 sarma. Kjo është gjysmë. Dhe nga kjo gjysmë formojmë një sarme. Marrim mbushjen. Dhe mbushjen kështu me anë të duarve ja japim formën e zgjatur. Dhe të hollë në formë të një cigare. Dohën edhe pak ta bëjmë të zgjatur. Tash bëjmë rrokollisjen, ansorët pak kështu i lakojmë dhe fillojmë që të bëjmë rrokollisjen në formë të një rolle. Përsëri sarmën e formuar e bëjmë në formë rolle. Ja në këtë mënyrë. Përgatitja këtyre sarmëve është pak më ndryshe se sarmët e zakonshme, që bën në forma të zgjata. Këtë mënyrë gjithë harxhit ja japin formën tek fletat e lakmës, duke marrë kështu harxh, duke i dhënë formën e zgjatur. Pasi gjithë sarmave ju kam dhënë formën, i kam vendosur kështu në një tepsin. Tepsinja është me dimensione 30, është e përshtatshme për këto masa. Tash marrim dhe ja përgatisim salcën që do t'ju hedhim sarmave. Këtu kam 500 ml me ujë val të nxehtë. Ja shtoj 2 lugë gjelle me pasta domatesh. Dhe jep një shije më të mirë pasta e domates. Dhe vetëm se masën e përzij mirë. Tash marrim dhe salcën ja hedhim sarmave. Tash sarmat janë gati për pjekje, mirëpo tepsinën do e mbuloj kështu me një letër për pjekje.
cilën e kam lagur me ujë, e kam prerë kështu në formë rrethore, në formë të tepsisë, dhe sarmës tash do i fus në furrë nxehtë 220 gradë dhe do i pjeki rreth 50 minuta. Përveç sarmave, për këtë iftar do përgatis dhe pasolë, kështu e kam zier pasulën dhe ja kam hedh një qep gjatë zirjes. Tash e largoj nga zjarri dhe do e fërgoj, marr një tigan, në të shtoj vaj, dikun rreth 30-40 ml, dhe e djegi pak vajin, më pas dhe ja shtoj biberin e kuqmi, po do e djegi shumë pak. Kam djegur pak vajin, mirë po e kam djegur në temperaturë të ulët, tash ja shtoj një lugë gjellë me biber të kuq, dhe e fërgoj kështu, dikun për 5-6 sekonda. Është mjaftueshëm. Tash marrim dhe ja hedhim fasulit. Ja shtojmë dhe një lugë gjelle me vegetë. Dhe masën e përzim mirë dhe e lojmë në zjarr që të zihet për 10 minuta. Është zier, fasuli jam mjaftueshëm, e largojna nga zjarri. Tash marrim një tigan tjetër, rrisim temperaturën pak dhe fërgojmë suxhuk. Unë kam suxhuk shtëpie nga Mishtovja Sharqo. Hedhi vaj, dikun rreth 80 ml, dhe kështu në temperaturë më të lartë e fërgoj pak suxhukun nga të dy anët. Kam fërguar mirë suxhukun nga të dy anët, tash e largoj nga zjarri. Tash marrim pasulin dhe e kalojmë në një tepsi. Nduhem ta përhapi mirë në për tepsi. Dhe sipër ja kaloj suxhukun e fërguar kështu. Vajin e suxhukut ja hedhim sipër. Dhe tepsien e fusin në furrë nxehtë 250 gradë derisa të rreshkohet mirë. Në qoftë se doni më të lëngshme, mund ta lini më të lëngshme, më të thatë, varet nga dëshira juaj. Për këtë iftar do përgatis një pogaçe apo buknore. Në një shtojmë 400 gram me kos. Shtojmë një lugë të mesme me soda bikarbone dhe një lugë të mesme me krem. Dhe masën e përzim mirë, derisa të formohet mirë masën. Tash ja shtoj millin. Masat e millit nuk dihen asnjëherë fikse. Dhe përgatis një brum shumë të butë. Mundeni që buknorës t'ja përgatitni brumin më të fortë, më të butë, mirë po dhe ja përgatis shtu një brum më të butë, dhe përzi brumin vetëm me lugë, nuk dhe punoj me dorë. Më e mirë dhe del buknorja në qoftë se ja përgatisim brumin kështu vetëm se me lugë. I bëhet një brum shumë i butë. Përzi mirë. Kam përzier mirë brumin, tash do e kaloj në tepsin. Tepsin kam shtru letër për pjekje dhe sipër letrës do hedhi pak miell dhe do e kaloj kështu brumin tek mielli. Kam hedh brumin në tepsi, I kam bërë duart me vaj dhe ja jap formën pogaçës. Munduhem që t'ja jap formën rrethore dhe e hapi kështu me duart. Ta bëj pak më të hollë, më lehtë dhe kem që ta pjeki. Ja hedh dhe pak miell kështu sipër, që më lehtë ja jap formën. Vetëm e rëndësishme t'ja japim formën e rrumbullakut.
Buknori është gati për pjekje, kam nxe furrën në 220 gradë dhe në atë temperaturë do e pjeki për 20 minuta. Zoti na pranov lutjet dhe ditën e agjerimit. Besoj se u ka pëlqy, motra të dashura, mënyra se si kam përgatit unë iftar tradicional. Gjithë ju që e përgatisni në këtë mënyrë ju bëft mirë. Ju falinderit që ndoni kohë vazhdimisht për recetat e mia, jepni komente bukura, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.